Live from Tirana në Top Albania Radio. Ju përshëndes nga pjesa e dytë e Live from Tirana, drejt për së drejti nga zemra e Tiranës, me mua Ronaldo Sharkën, për të diskutuar atë që ju lajmëruam pak më parë. Besoj që do të jetë një bisedë shumë e këndshme dhe me kuriozitet të madh për të dëgjuar, pasi numri i personave që sigurisht rrisin besimin drejt Zotit, drejt një lloj feje apo feje tjetër, e mbi të gjitha çdo vit më shumë njerëz që agjërojnë. Kam përshtypjen që do të dëgjoni me shumë dëshirë këtë bisedë. Mua në studio është teologu Vladimir Kera, njëkohësisht sa herë që kemi një temë të tillë dhe duam të hedhim dritë, dim ku të trokasim dhe gjithmonë na përgjigjet me shumë mirësi. Mirë se vjen program. Shumë faleminderit. Mirë se u gjetëm. Çfarë ndjen një musliman, po nis direkt kështu 2 ditë ashtu i bie? Po, më 2 ditë para jemi agjëruar. Sepse besoj që është muaj më i rëndësishëm, periudha më e rëndësishme për të gjithë ato që besojnë në fe muslimane. Në 19 apo jo nis muaji shenjtë i agjërimit. Si ndjeni jo? Të thënë drejtën, ndodh në aspektin psikoemocional. Neve na rikthehen emocione të mira, patjetër. Po. Rikthehet përvojë e mirë, është një ndjesi e veçantë, sepse ai përsëritet çdo vit, po bashkë me këtë përsëritje neve na ka dhe disa gjurmë kujtese. Pra ne kemi disa kujtime të mira, falje që bëjmë përbashkëta me njerëzit, ritakohemi me shumë besimtar, me shumë njerëz të mirë, edhe me shumë të huaj njihemi që vinë rishtazi, sidomos për mua si hoxh, pra si besimtar edhe hoxh në një kohë, është një eksperiencë e veçantë sepse njihem me jashtëzakonisht shumë njerëz. Falja e përbashkët, iftarët e përbashkëta, futemi hyjmë në një atmosferë komplet tjetër, e cila, me thënë drejtën, lë gjurmë si çdo Ramazan, po prandaj ne e presim me shumë dëshirë, por mbi gjitha për ne besimtarë është një pritje tjetër, sepse është moment pendimi, është moment reflektimi, është moment afrimi me Zotin, është moment si thuash nga një vit çfarë ndodhi me ne, Ronaldo, çfarë u bë, pra kush jemi, si thuash, çfarë po ndodh. Dhe edhe kjo gjë është shumë e mirë për shpirtin tonë, për zemrën, për veten, për familjen tonë. Një vit nuk jam pak. Nëse dim ta vlerësojmë, më mos jena asgjë nëse i kalojmë rutinë kështu. Kështu që fal Zotit dhe shqyrë janë këto stacione, që ne ndalojmë, rishikojmë veten, rishikojmë njerëzit përreth, përpiqemi të vlerësojmë të mirat që kemi, sepse zgjedhim një farë lloj forme të heqim dorë nga ushqimi dhe pija nga mëngjesi deri në mbrëmje. Dhe kjo neve na bën që të vlerësojmë disa gjëra që i kemi marrë rutinë. Kam përshtypjen ujin, ushqimin, gjithë na duken rutinë. Hajde se këtu janë. Po, interesante shumë. Dgjoj, ti do më korrigjosh nëse unë bëj ndonjë gabim në termat që nuk i njoh aq mirë sa i njihni ju. Gjithmonë kam qenë kurioz për kalendarin islam, jam korrekt? Nëpërmjet llogarisë hënore. Hënore. Po. Pra, pse këtë vit është pikërisht data 19? Pra, mund të na shpjegoni? Po sepse hëna lëviz 10 ditë nga kalendari diellor, gjithmonë tërhiqet 10 ditë. Prandaj çdo vit ne tërhiqemi 10 ditë në mënyrë që ti arrin një herë në jetë të plotësosh një vit të plot agjërueshëm. Duke të reku nga 10 ditë, njëri që jeton diku këtë 10 vjeç, i bie një vit të plot kalendarik, ai e plotson duke agjëruar. Po ta agjërojë çdo vit, po themi, se çdo kohë vjen nga 10 ditë pas. Kështu është llogaritja hënore, e cila gjithmonë tërheq 10 ditë pas, në raport kur e krahasohet me kalendarin me llogarinë diellore. Kjo është disi fat më i mirë këtë vit për shkak të edhe të kushtive të motit, pra temperaturave më të ulta, dita është më e shkurtër, apo jo nuk i llogarisin këto? Besoj që po. Jo, kjo është lehtësim. Është lehtësim goxha, ndryshe nga çfarë do ndodhte të ishte në gusht. Por na vendos një sfidë tjetër, sepse po të jemi në gusht, për shembull, na merr më shumë vëmendje vapa, tani do të na marr vetja. Futemi një sfidë të re, kam përshtypjen. Për shembull, nuk është se na tërheq shumë vëmendje etja ose uria, sepse koha është e shkurtër. Por na tërheq vetja jon. Futemi një sfidë tjetër, kemi punë me veten këtë vit. Përveç sa njerëzit në këtë periudhë janë më të izoluar, më shumë me veten, rrin më shumë në shtëpi edhe mund të jetë një periudhë shumë e mirë. Dalim në një sfidë tjetër. Shumë e mirë. Kur është vapi, lejm fajin vapës, tani do ja lejm vetes. Reflektimi. Po lexoja një artikull shumë interesant në një prej mediave ndërkombëtare, nuk e mbaj mend tani për ta cituar, por i cila thoshte që Gen Z, pra gjenerata Z, kjo gjenerata që jam unë edhe moshatarë të tjerë, pak më shumë se unë, pak më pak se unë, që
po e afron çdo ditë më shumë besimit, pra çdo ditë më shumë shkojnë në kishë apo në xhami dhe po agjërojnë çdo ditë më shumë dhe shpjegoj me këtë që është një brez disi i izoluar nga bota sociale, brez i vetmuar. Ju e ndjeni këtë në xhami, pra çdo vit e ndjeni rritjen e personave që agjërojnë e falen më shumë? Patjetër, madje për shembull çdo vit shtohet edhe ne në një lloj forme themi si ka mundësi domethënë që ka kaq prurje të reja, individ që nganjëherë jo vetëm që nuk i njohin, por nuk na merr mendja që do vinë në një lloj forme. Kjo është për treguar që e para nuk mund gjykohet askush. E dyta, çdo qenie njerëzore ka diçka në shpirt në raport me Zotin. Pra ka diçka që bluan tek ai dhe nuk duhet nxitohemi në raport me njerëzit, mendoj. Duhet jemi shumë të kujdesshëm. E treta gjë, moderniteti për pasojë të vet i nderuar, mendoj unë, 3 faktorë kryesorë e imponon njeriu. Është dekonstruksionist, pra në farë lloj forme shem çdo lloj strukture të qëndrueshme tek njeriu. Destruktiv, pa bën këtë, si thua, e shkërmoj njeriu. Dhe si i tillë, ndoshta njeriu shpeshherë mendon që Zoti është ai që mund t'i krijojë një stabilitet shpirtëror, një mbledhje të strukturuar shpirtërore. E dyta, aspekti i rrjeteve sociale neve na e ka sjell botën tek ne, një farë lloj forme shumë e vërtetë. Por dhe neve na ka shkrir tek bota. Pra, deri diku është shumë e vështirë që të kesh një identitet të përcaktuar. Besimi duket si një alternativë e kaosit modern, e këtij dekonstruksionizmi modern, e këtij spektaklit madh imazhi, që njeriu të ndalojë tek vetja vetë dhe të duket sikur po mblidhet, sikur po riformohet. Dhe reformimi esencial është shpirtëror, emocional, si themi ne, pra psiqik. Dhe po arriti të krijojë një lloj riformimi shpirtëror, aty duket sikur është më stabil, më i qëndrueshëm, më i fortë. Dhe kam përshtypjen që Zoti, besimin në Zot dhe besimin vetvete ta jep këtë indicie. Se nuk është kush që meqenëse u bërë besimtar nuk do të gjejë kjo, patjetër. Sfidat janë mëdha, njeriu gjithmonë është në lëkundje, provat janë forte. Shkurti do të kishte jeta, nëse nuk do të kishte sfida. Por të jep një mundësi që ti mundet, mendon që po rimbledhesh, pra, po riformohesh edhe një herë. Për të gjithë ju që po na dëgjoni dhe për herë të parë keni vendosur të agjëroni, Vladimiri do të tregoj vetëm pas pak rituale, traditat, se edhe agjërimi ka ato të vetat dhe do mundohemi të flasim sot pak, Vladimir, atë fije në hall mes ta bërit mes të agjëruarit sepse e ndjen dhe mes të agjëruarit për komercialitet, për e di që nuk është fort e bukur për të përdorur, por ndonjëherë duket sikur bëhet dhe për trend dhe të mundohemi që edhe këto që e bëjmë për trend ti futim pak më shumë në botën shpirtërore dhe nëse vendosin ta bëjnë për të lidhur më shumë me dritën e tyre brenda vetes. Shkojmë në pak hapësirë publicitare, kthehemi shpejt në program. Jemi meteorologun Vladimir Kera, po flasim për muajin e shenjtë të Ramazanit, muajin e agjërimit, i cili nis pas nesër në datën 19. Vladimir, për gjithë ato që e nisën për herë të parë, cilat janë ritualet që duhen bërë për të bërë një agjërim të pastër, për mos të bërë një agjërim thjesht se duhet bërë dhe është mirë me shpresën që një mrekulli do të ndodhi. Pra, besoj që të kushtëzuar me mrekullim. Ritualet nisin që në 18 në mbrëmje, pra më shpjego gjithë gjën dhe edhe një gjë tjetër për të gjithë ato që pra nuk kanë shumë informacion, megjithëse sot në internet mund të pyesësh, ka aplikacione edhe për fen muslimane, e të gjitha me radhë. Si mund të agjërojmë pastër, si mund të bëjmë një agjërim të mbar, dhe nëse se kemi shpeshherë kushtet për të shkuar në xhami, pra a është okay të agjërosh edhe duke u lutur në shtëpi? Më shpjego. Shiko, e para një herë me datën 19 në dalëm agjërueshëm. Pra ajo që quhet syfyri, fillon me syfyr. Agjërimi dhe mbyllet me atë që është iftari. Pra sipas kalendarit që është i përcaktuar në raport me lindjen dhe perëndimin e diellit, se ky është thelbi. Në 18 në darkë ne fillojmë teravih që quhem ne, ose falja e namazeve vullnetare, që thotë mblidhemi në xhami, që mblidhemi në xhami dhe kryejmë rritjen e faljes së përbashkët për të pritur edhe muajin e begat Ramazanit që është për nesër. E dyta gjë, agjërimi ka 3 shkallë. Ka një që e quhem ne fizike, pra heqja dorë nga pija dhe ushqimi dhe marrëdhëniet intime nga mëngjesi deri në mbrëmje. Okej. Kjo është një. E dyta ka një aspekt që quhet intelektual, është ruajtja e njeriut nga mendimet e gabuara,
fjalët e këqija dhe sjelljet e urryera në raport me njerëzit dhe karshi Zotit, dhe e treta është agjërimi shpirtënor. Heqja dorë e zemrës nga mlefi, urrëtia, zilia, smira, e të gjitha sifatet ose cilësitë, të cilat fatkeqësisht njerëzit nuk i kuptojnë, por të gjitha këto që unë përmenda, që janë të shpirtit, janë fiksja i helmi tha që e pinti dhe pret të vdesa që ke i natë. Pra zilia dhe smira janë disa lloj helmesh që i vuan ai që i ka në fillim. Zoti na fton që agjërimi i plot është arritja e njeriu të plotësojë 3 shkalla agjërimi. Ushqimi dhe pija është e para. Dhe Zoti thotë nuk kam nevojë për etjen dhe urinë tuaj nëse nuk leni fjalët e këqija dhe gënjeshtrat. Shumë e rëndësishme kjo. E dyta është agjërimi i mendjes quhet, pra i mendimeve të gabuara, sepse dashje pa dashje ne jemi atë që mendojmë, dhe mendimet e gabuara janë fikse ushqimet e helmuara. Mendimet e gabuara të shtuara vazhdimisht, pra të këqija, po themu, të liga, nëse shtohen, ato krijohen besim, krijohen bindje, krijohen një mënyrë sjelluri, një mënyrë të menduarit, dhe dashje pa dashje të helmojnë, se njeriu për mendimin tim udhëhiqet nga mendimet e tij. Nëse mendimet janë të mira, të paktën mendoj mirë, si thua, për ty, për tjetrin që se njohem me radhë, minimumi do ndihem mirë unë. E fundit, dhurat që është ndihem mirë. Por ndryshe do shkojmë ka ajo që tha dhe Isaia alayhiselam ose Krishti, që njeriu do gjykohet nga gjykimi i vet. Pra do të vuajë pasojën e mendimit vet. E treta është shpirti. Pastrimi i shpirtit nga gjithë gjërat që e zbresin atë në nivelin që nuk i takon. Ky është agjërimi i plot. Definicioni kryesor i agjërimit është arritja e devotshmërisë. Çdo gjë që hyn në trupin e njeriut, që quhet ushqim, e prish agjërimin. Që konsiderohet ushqim. Pra nëpërmjet gojës apo nëpërmjet damarëve që mund të marrim serumet. Konsiderohet ushqim dhe e prish agjërimin. Që do të thotë, nëse njeriu ka një gjendje të vështirë sëmundje apo vështirësie, Zoti e ka lehtësuar që ai ta prishë agjërimin dhe ta agjërojë në kohë më vonë kur është e përshtatshme. Pra nëse është i smur apo ka nevojë për ilaçe dhe me radha, nuk tregohet devotshmëria këtu, se disa njerëz për shembull mund të jetë i smur, po don ta maj, nuk e don Zoti këtë. Zoti thotë nuk dua vështirësi tek ju. Agjëron njeriu për mirësinë e shpirtit të tij dhe për shëndetin e tij. Ndërsa gratë që janë shtatzëna, gratë që kanë gjithëdhënie, apo njerëzit që janë të sëmur, të thyer në moshë, apo fëmijë që nuk kanë arritur moshën e pjekurisë, të gjithë këto janë përjashtuar nga agjërimi. Pra kanë të drejtë mos agjërojnë. Janë të lirë. Çdo njeri i cili ka fuqi fizike, mendore, është i vetëdijshëm dhe është koshient për atë që po bën, i obligohet agjërimi. Ky është rregulli primar. Pastaj, nga mëngjesi deri në mbrëmje, njeriu nëse për shembull se ka njerëz që pa dashje mund të konsumojnë diçka, pa dashje harrojnë. Zoti nuk ja quan, pra vazhdoi agjërimin, mos prish. Pra nëse nuk e ke bërë me vetije. I shkoi dikush profetit Muhammed, kështu i tha. Po dukuri Zoti tha, më duket tha se prish agjërimin. Çfarë ndodhi tha? Harrova dhe piva ujë. Tha Zoti deshte të jap diçka sot. Vazhdoje. Pra kështu i thaj. Pra nuk harresa nuk futet në konsideratën e vetdijes hyjnore. Këto janë rregullat primar. Qëllimi kryesor kush është? Arritja e devotshmërisë. Devocioni ç'është? Nuk është grad shenjtërie. Se njerëzit kur mendojnë fjalën devotshëm, mendojnë që është ka të bëjë me shenjtët. Jo. Të gjithë dietarët musliman kur përfujsojnë termin devotshmëri thonë kështu: është përpjekja e njeriu në mënyrë të vazhdueshme, por të bërë më i mirë se ç'ishte dje. Qoftë në gjuhën e tij, qoftë në mendimet e tij, qoftë në shpirtin e tij. Çdo përpjekje, sado e vogël të jetë, ti po bën një shkallë devotshmërie, po ngjitesh një gjë më të dobishme. Por e dyta, devotshmëria ka 2 sfera, ka raport me njerëzit dhe me Zotin. Nuk shkon që ti jesh i mirë me Zotin dhe i keq me njerëzit. Nuk bën. Vladimir, nëse dikush dëshiron të agjëroj, por nuk di të bëj lutje në gjuhën e fesë islame, pra nuk i di këto, nuk i ka mësuar dhe dëshiron të agjëroj këtë muaj për herë të parë apo të dytë të tretë, nuk ka rëndësi. Njëkohësisht nuk ka dhe kohën fizike që kur si quhet ajo orari të pasdites ndjes se harrova, pra momenti kur konsumohet akshami ose iftari. Iftari? Po, në iftar. Nuk në iftar nuk ka mundësi të shkoj në xhami pra të bëj lutin atje. Është okay, pra mund ta bëj në këtë formë? Shiko, një person shkon tek profeti Muhammed dhe kjo është një ngjarje unike që i përgjigjet saj. I thotë dërguari i Zotit,
Unë kur të dëgjoj ty në artikulim që ti ke artikulim shumë të rafinuar, thotë, për fjalë ti ke shumë të zgjedhura. Ndërsa unë thotë nuk i përmush dot. Profeti i thotë çfarë thua ti? Okej, nuk i thu, po ti çfarë thua tha? Unë them o Zot, më ruaj nga ferri, më fut në parajs me njerëz të mirë. Profeti tha kështu. Edhe unë rreth kësaj sillem thjesht zbukuroj fjalët. Këtu jam dhe unë tha. Pra ne nuk mund të jemi një farë forme e mira është të thuhen fjalët, sepse kjo tregon një vetdije për çfarë po thua. Emocionet është shumë e rëndësishme, mund të jenë shumë të forta, por është e rëndësishme të shprehen saktë. Edhe fjala e shpreh, e artikulon emocionin, e bën ta dëgjosh edhe ti. Por nuk e përjashton atë njerëz që s'artikulon dot. Zoti kupton dhe heshtjen dhe kështu thotë, unë kuptoj atë që thoni dhe atë që Eleni pa thënë dhe mënyrën si Eleni pa thënë. Pra njeriu të gjejë mënyrën e tij të lutjes. Qoftë edhe në heshtje. Se ne nuk mund ta quajmë pa vëmendshëm Zotin për heshtjen tënde, nuk bën kjo. E dyta, agjërimi është i plotësuar nëse njeriu zgjedh vetëm këtë formë. Pra, qëndron ke shtëpia, kryen agjërimin e vet, bën lutjet e veta dhe e mbyll. Agjërimi është i plotësuar. Por ne po themi të jetë i plot. Pra jo se prish gjë agjërimin. Agjërimi është i rregullt. Por e plota e agjërimit është që njeriu zgjedh shkojë dhe në xhami, sepse ka një moment. Xhamia ka kënaqësinë e vet, ka emocionin e vet. Ndajmë përvojë me njerëz të tjerë, bëhet më social, se është dhe qëllimi i tij, më social. Shkon në iftar edhe me njerëz nevojë, shikon edhe njerëz të tjerë, se ne folëm pak për shqetësimin e individualizmit dhe vetë izolimit të njeriu. Ramazani është një mundësi që ne dalim në shoqëri, pra. Takohemi shumë njerëz, takojmë njerëz ndryshëm. Po ndoshta mund të zgjidhim dhe hall dikujt, se na vjen vesh një gjë. Po ndoshta mund ta zgjidh dhe hall dikush, nuk ka lidhje. Pra, mund të them diçka të bukur. Mund ta kemi njerëz që si kemi takuar kurrë. Pra, ka gjëra por te thjesht atij aspektit, si po them un, rregullave dhe ligjeve që ka. Por me agjërimin janë rregull. Pra nëse njeriu kryen vetëm këto, me agjërimin është në rregull. Edhe është inshallah ke Zoti e pranuar, se ne nuk e dim. Ti që rri ke shtëpia e zemë dhe agjeron, me mua që shkoj atje, nuk e dim kush është më lart ke Zoti, atë e din Zoti dhe shoqyr që e din Zoti. Në fund të se po ta dinim ne, pastaj un them në parajs do hyjmë vetëm atë njerëz që njohun. Po, do ishte problem i madh pastaj. Njeriu është natyrë e çuditshme. Do më lejosh edhe një hapësirë të shkurtër marketingu dhe rikthehemi shpejt në program, se është një bisedë që po e dëgjoj dhe po e shijoj. Kam përshtypjen të njëjtën që po bëni edhe ju nëpër makinë. Rikthehemi pas pak. Më i rëndësishëm për të gjithë besimtarët musliman. Vladimir Kera, teolog, vazhdon të jetë me ne në studio. Çfarë duhet të kemi parasysh tjetër për gjithë ato që vendosin të agjërojnë? Sigurisht një njerëz që e praktikon, e beson, e ndjek për vitesh, i di, pra i ka mësuar dhe tek me ju aty, me imamët, me pjesëtarët e xhamisë, i ka mësuar për vitesh, megjithëse njeriu mund të mësoj gjithë jetën, por për ato që janë për herë të parë, pra përveç atyre që thatë më kënë parë, çfarë duhet të kemi parasysh dhe është shumë e rëndësishme që mos të bëjmë një sakrificë të gabuar, pra sakrifica mos të na shkojë dëm, pra në thonjza, megjithëse gjithmonë ka një të mirë aty brenda, patjetër sakrifica, vetë reflektimi, koha me veten, të mësosh të kuptosh se si është, të mos kesh të konsumosh ushqime, të provosh urinë për orë të tëra që fatkeqësisht edhe pse jemi në një botë oligarkësh dhe çmenduria e parave po shkon, nuk e di domethënë prapë ende ka njerëz që vuajnë për bukë, fatkeqësisht. Çfarë është e rëndësishme tjetër? Shiko, e rëndësishme është që njeriu s'pak le ta nisë diçka të tillë, mendoj unë. Për çdo person është një përvojë unike. Edhe nëse bën një gabim, thua do e mësoj. Çështja e gabimeve, mendoj unë që është gabimi është njerëzor. Dhe më i miri për këtyre njerëzve, tha profeti Muhamedi, është ai që pendohet, pra ka guxim që të reflektojë për gabimin e tij. Kështu që përtej teknikës e cila mund na bëjë deri diku, po unë nuk e di gjithë rregullat, apo ka ca gjëra që duhet i plotësosh ta rrish atje. Unë mendoj që rëndësi ka ti të bësh nisën tënde. Ashtu si e ti dhe ashtu në një farë forme duke ndjekur parimet e përgjithshme të kësaj. Pastaj për çdo lloj detaj, çdo njeri ka të vetën, si themin ne. Thelbi është që të jetë një, e para një jetë i mirë shumë, qëllimi i mirë. Edhe kjo është shumë esenciale. Në të gjithë librat e fesë i nderuar, përveç Kuranit, që flasin për jetën e profetit Muhammed, hapen kështu: punët vlerësohen sipas qëllimit. Pra, thelbi është qëllimi. Por çfarë e ke ti këtë? E kuptoj. Për Zotin, për veten, për
për gjetur një paqe shpirtërore, për të kërkuar veten tënde, apo për ca gjëra që janë teknikat kësaj bote dhe ngel peng aty. A mund të ju e thatë pak a shumë, a mund të nisim me një qëllim të caktuar fjala bie, nëse kemi humbur një të afërm, dhe mund t'ja dedikojmë njerëzve, nuk e di, ndoshta bëj gabim që pyes që nuk jetojnë më, apo kemi bërë një gabim të rënd në jetë dhe jo të nisemi sigurisht me idenë që po lutem që të më fali Zoti, por a mund të nisem me qëllim për të pastruar, për të reflektuar për këtë gabim që kemi bërë. A mund të nisem për një dëshirë, dhe thua që unë këtë sakrifis po e bëj sepse kam nevojë ku dion për një çift që nuk bën fëmijë, fjala bie, më kupton, pra më fut pak më shumë pra. Shiko, nuk përjashtohen vështirësitë dhe sikletet e jetës apo ambicet e njeriu. Po qëllimi primar është Zoti. Po. Pra qëllimi primar nuk është objekti, pra ajo gjëja që ti thjesht ke nevojë. Sepse me Zotin ti ju ke thoni që nevojë i për ke atë të për gjitha cilin ti zgjidh këto gjëra, ose mbi të gjitha të bën të reflektosh për realitetin e gjërave. Po ti vlerësosh realitetin atyre që janë. Ndërsa për njerëzit që nuk janë është lutja. Lutja është forma më e mirë e mundshme për të kujtuar ato. Zoti ti fal, Zoti ti mëshiroj. Është lëmosha që japin për ato. A është dëgjimi i lutjeve në Ramazan më i fortë se në periudhë tjetër? Çdo punë e mirë, thot Zoti, është e madhe, por Ramazan është shumë më e madhe. Sepse sipas fjalës së profetit, çdo punë thotë që bën njeriu është për vete. Agjërimin e bën për mua dhe shpërblimin e kam unë specifikisht. Pra është e imja. Pra Zoti është ai që shpërblen specifikisht çështën e agjërimit. Dhe prandaj është adhurim sa individual, sa personal, ai drejt për drejt me Zotin. Lutjat shkojnë për të vdekurit, lëmosha shkon për të vdekurit. Pra na bën të kujtojmë në ato, na bën të jemi të vetëdijshëm në një formë që bën sens. Ka domethënie. Asgjë tjetër nuk shkon tek ato. Ndërsa agjërimi është për ty. Rrugë jote. Por nuk përjashtohen dëshirat, nuk përjashtohen, po çështja është shumë e rëndësishme çfarë kërkon. Për shembull, çfarë bëjmë ne nderuar? Nganjëherë ngatrojmë mirësinë me pasurinë. Sepse nganjëherë për disa njerëz për shembull pasuria mund të jetë jo thjesht mirësi, por shumë ner. Sepse i bie në dorë robit gabuar në kohën e gabuar në papjekurinë e duhur. Dhe përdor leku njeriu dhe njeriu leku. Prandaj thaj që o Zoti i madh, më jep atë gjë që ti mendon që është e duhur për mua. Jo atë që unë mendoj, se unë mos mendoj sakt. E dyta, njeriu kërkon bekim, kërkon mirësi, kërkon urtësi, kërkon pastërti shpirti. Pastaj i vjen leku apo nuk i vjen, ky ka shpirtin e duhur për të përballuar. Ju kanë treguar ndonjë gjë në historitë gjatë Ramazanit. Ne shpesh marrim sinjale nga fuqia më e fortë se ne që është diku që shpesh i japim emërtime të ndryshme, por ekziston. A ju kanë treguar histori të çuditshme të bukura gjatë Ramazanit që i kanë ndodhur si një shenjë nga Zoti? Shiko, ajo që është më e fortë që un kam parë ke njerëz që tregojnë, është që njeriu përjeton momente emocionale, shpirtërore, për cilat si ka kaluar kurrë. Pra, përjeton një gjë me shpirtin e vet. Ndihet lehtësohet, thotë jam i lehtë, ndihem lehtë shumë. Pra, kjo është ajo më e madhja që un kam dëgjuar. Pastaj të tjerat, kam përshtypjen të tjerat janë gjëra që njeriu fiksohet edhe i paraqiten ose i duken sikur shenja të mëdha. Mrekullia më e madhe është njohja vetes. Kjo është më e madhja. Po njoftëm veten, po zbërthyem shpirtin ton, nuk ka mrekulli më të madh se kjo po na jap Zoti. Të gjitha të tjerat janë fiksime për të mrekullisë. Pra, se ka njerëz thonë, po më lujti kjo këtu, lëvizja atje, jo po nuk u nes çakmaku sa herë. Këto janë gjëra që nuk është nesër, ndoshta është prish. E kuptoj. Por më e madhja është ti jesh i vetëdijshëm për shpirtin. Më vjen shumë mirë që e çoni fokusin aty ku duhet të çuar. Po njoftë veten i nderuar, çdo gjë është më e mirë dhe më e bukur duket. Jo për viralitet, jo për views, jo për lajm, po ka shpesh gjithmonë pyetje dhe keq kuptime lidhur me faktin e marrëdhënieve intime gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit. Lejohet brenda të martuarve pasi mbyllet agjërimi në ditë? Po.
Okej. Është e lejuar. Është e lejuar, pra. Me kush që ne pastrohemi. Pra ne pasi kemi këtë aktin intim, Okej. ne gjithmonë lahemi. Okej. Pastrohemi. Në aspektin fizik por edhe Është kusht fetar, është e rëndësishme. Është kusht fetar që njeriu të lahet. Nëse dikush agjeron këtë muaj dhe nuk është i celebruar, i martuar pra me kuror, pasi mbyllet iftari, mund të bëj marrëdhënie intime me persona të tjerë? Jo, se s'është i celebruar. Pra, nëse nuk është po, sipas fes pra, nëse nuk është i martuar, nuk është jashtë mirë. martese dhe është mëkat. Është mëkat. Quhet i prishur agjerimi? Agjerimi jo, është mëkat. Është Sa agjerimi mëkat që prishet ndodh, gjatë ditës, thashun. Pra nuk është kushtozon një vepër e mirë, një të mirë, dhe as një mëkat një vepër të mirë. Nuk e kushtozon. Pra, përderisa është jashtë kohës së tij. Edhe pse iftari mbyllet pas dite kur perëndon dielli, pra nëse nuk jemi të ka shumë martuar. thjesht më të martohen para Ramazanit dhe është super. Bukur do ishte shumë në fakt edhe. S'ka pse rring kështu pengi njëri tjetër, do ishte fantastike. Pra, as alkooli nuk lejohet, pra jo, e prish agjerimin. e prish dhe ky agjeri. Domethënë pas iftarit gjithmonë nuk lejohet. Nga veset. Dgjoj, jam shumë dakord me ju, po thjesht Unë jam që të heqin dorën nga duhani, po patër mundësi. Është idealja. Po thjesht për ta sqaruar publikun se ka njerëz që agjërojnë, pastaj thonë, dgjoj, un po e pi një birë sepse e mbylla iftarin. Ajo është mëkat i madh. Është mëkat. Është mëkat i madh. Sepse futet ke mëkat e mëdha edhe jashtë agjerimit. Po siç është shpërblime të mëdha për punë të mira, është edhe mëkat i madh për punë të këqija. Ai bën agjerimi më të mirë njerëzit? Nëse duan po. Unë mendoj që nëse duan po. Për Zotin, nëse njeriu e them me shumë sinqeritet, ka një sens vetdije. Hyn me shpirt të pastër, me qëllim të pastër, vetëm për hapër të Zotit. Për shpirtin e vet, jam i bindur që 30 ditë po të përpiqet me shpirtin e vet, të flas me veten, të komunikoj me veten, ta njoh atë, ta zbërthej atë, të kuptoj pse kam këtë përzierje emocionesh, çfarë ka ndodhur me mua, kush isha, kush jam, ku duhet shkoj, pse kam ardhur këtë botë, pse një ditë duhet vdesim, të gjej një përgjigje. Jam i bindur që në fund Ramazanit se s'bën është njëri tjetër. Po, e kuptoj. Dgjoj, a ka ndodhur që një besimtar, një fe tjetër, pra katolik, krishter, ta ketë provuar agjerimin se kam dëgjuar plot Nata e Kadrit e provojnë shumë. Masivisht. Vërtet. Që këtë vit i bie me datë 16 mars. Masivisht të gjithë pothuajse se të fetë e tjerë nuk diskutohet se e kanë ato, e kanë dhe në fejnë e vetë, pra nuk është në erisi, po them ateistet. E provojnë natën e Kadrit dhe aq sa u kam marrë përshtypje, është provojë unike, ndihen të përfshirë në këtë atmosferë, më të vërtetë agjerimi është i habitshëm, agjerojnë lloj njerëzish, Zoti i madh, vetëm Zoti e di çfarë mëshire ka dhe çfarë mirësie zbret tek ato, po unë shikoj që agjerojnë masivisht natën e Kadrit. Madje kam një kështu tip batute, më shkrua një krishter, ortodoks ishte. Tha shiko, tha i prish punë festuj për ta agjeroj unë. Jo, thash nuk e prish as si punë. Se mendoj që mos bëjnë ai prishje punë. Patjetër, po më ai prish punë festuj. Po pra, e kishte po. Po më zotëri se nuk është punë, është punë Zotit dhe leti. Ke Zoti inshallah të pranohet çdo punë e mirë. Qartë. Dgjoj, jo për të manipuluar, jo për të ndikuar sepse ne duam nga studio apo jo, por nga njerëzit që na dëgjojnë tani mund të jenë duke kaluar sfida jete të pafundme, që të gjithë i kalojmë në momente të ndryshme dhe ndoshta kjo intervistë mund të jetë një shenjë për ata që e kanë dëgjuar radion random ose e dëgjojnë çdo ditë dhe thonë pse jo. Nëse janë me iden pse jo për ta provuar, thash pa dashur të imponojmë askënd, ne thjesht bëjmë tonën. Çfarë keni për të thënë atyre që janë shumë afër për ta provuar agjërimin për herë të parë këtë vit që nis në datën 19 shkurt? Shiko, janë disa gjëra i nderuar që nuk shpjegohen vetëm kur provohen. Janë shumë gjëra, për shembull, unë kam 2 vajza dhe nuk e kam kuptuar kur çdo thotë kesh fëmijë deri ku i kam pas vet. I pash me jetë. Është falënderit, është e pamundur ta perceptosh. Ose nuk e kupton dikush vlerën e prindit deri ku largohet. Duhet ta përjetosh, ta kuptosh. Nuk është shumë e vështirë, nuk mund ta shpjegoj unë. Çështjet shpirtërore, personale, si adhurimet, si njohja e Zotit, si disa përvoja shpirtërore, nuk shpjegohen, vetëm jetohen. Madje përjetohen. E ke parasysh duhet hysh vet aty. Është çështje shpirti, nuk mundem. Fjalët janë të vogla. Nuk mund ta definoj. Nuk mundesh. Ke vënë re për shkakun një që kaq shumë gzim sa që loton? Po. Po ta shikosh në pamje të jashtë do thosh nuk është normal.
pse duhet qarsh ti ke egzim, po është e pamundur ta shpjegoj egzimin saqë kthehej lot. Pra, i kalon dimensionet e shpjegimit. Po. Pra, i kalon dimensionet normale. Pra nuk mundet njeriu, është i vogël njeriu, nuk ka gjuhë, pra nuk ka gërma, nuk ka artikulim, nuk mundet ta shprehë atë, vetëm mund ta përjetoj. Për mua Ramazani kjo është. Kush ka dëshirë, ta provoj. I betohem që do të kaloj një përvojë unike, të rrallë, me veten e vet, mas kënd tjetër, por agjërimi tridimensional. Trupi, mendja dhe shpirti. Që ta përjetosh si duhet. Jo të rish thjesht pa ngrënë papi deri në darkë, edhe vazhdo të gjitha rutinat që ke, në mëngjes kështu, shpirti ka ca trazira, jo. Të lutem nise në mëngjes herët dhe thua me Zotin para, do përpiqem që mos kem mendime të gabuara, mos kem shpirt trazira, do mundohem të jemi mirë, do mundohem. Maj me një gjë, do sprovohesh. Do provokohesh shumë. Vërtet. Sepse Zoti teston, ku e keti? Më kë e keti bisedën. Më kë don ta bësh ti këtë? Për mua, ja ta shikon. Do sprovohesh më e mend. Do të provosh diku i taksia, jo ky, jo në rrugë, jo dikush do të folë, do të marrë një telefon, ti vetëm një gjë bëj. Unë jam agjërueshëm, do ta provoj një herë, ta mbyll deri në darkë. Do ta shikosh që do jetë përvojë unike dhe për gjithë ato që fjalë që si the, që doje ti thoje, po si ishin për të thënë, do thush shqyr që si thash. E majta veten. Ja dola. Vladimir, falenderoj shumë që e shpjegon besimin, fen, agjërimin kaq pastër dhe kaq të rafinuar. Falenderoj shumë që ishe në program. Muaj të agjërueshëm, kështu të pranuar, agjërim të pranuar me mëkatet falura. Edhe sa më të lehtë, i cili nis në 19 apo në 19 shkurt dhe përfundon në datë 20 mars. Në datën 20 mars do të jetë dita e madhe e Bajramit. Falenderoj shumë edhe një herë. Ditë mbar në vazhdim këtu përfundon dhe ky program për ditën e sotme. Nëse doni ta ridëgjoni për të mësuar sërish në një gjë, mund ta rigjeni pas pak çastesh në YouTube. Nga unë Ronaldo Sharka dhe Danko DJ dhe Vladimir këtu në studio, ditë të bukur në vazhdim. Ju dëgjofshim nesër.